Sefer, duke ndalur tek zgjedhjet lokale, aty ku po bëhet të gjithë debati, se për atë paktën në duke ai është debati real mes Vlenit, paktën përfaqësimi i këshilltarëve dhe kandidatëve, si duket edhe pse ka ende kohë, por si duket situata? Çfarë mund të ndryshojë në skenë deri në zgjedhje? BDI-ja nga ana e saj duket më e qetë apo jo? Duket, le të themi, ende nuk ka bërë lëvizje me frontin. Vetë zoti Taravari dhe një nga arsyet e atij publike për dalje nga ky koalicion apo për garë si më vetshëm të paktën deri më tani është që shumë anketa të opinionit publik tregojnë shifra alarmante të pakënaqësisë së shqiptarëve ndaj këtij koalicioni. Në një nga anketat e tij të brendshme, të cilat i tha publikisht, mbi 70% e shqiptarëve nuk e vlerësojnë pozitivisht punën e koalicionit Vlen. Ka disa anketa të tjera të cilat shkojnë edhe për 80%. Dhe ky është një indikacion i qartë që ky koalicion është duke vepruar gabimisht dhe mbrapsht. Dhe në kalkulimet politike të cilat ndoshta edhe vetë zoti Taravari ka parë që ky koalicion nuk është në rrugë të mbarë për të stabilizuar qeverisjen në nivel lokal, aty edhe ku është baza e votuesve. Kjo është e para. E dyta, gjithnjëherë më shumë ka përmendet opsioni i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare bashkë me zgjedhjet lokale. Nëse kjo do të ndodhë, kjo do të ndryshojë të gjithë dinamikën brenda skenës politike, jo vetëm tek shqiptarët, por në përgjithësi në Maqedoni, sepse aty do të bëhen kalkulime më të ndryshme sesa nga vetëm gara lokale dhe do të ketë peshë më të madhe në aspekt të vendimarrjes politike që do të diktojë edhe koalicionet të cilët do të formohen. Dhe treta, kemi një paralajmërim për bashkim të subjekteve të cilët janë brenda koalicionit Vlen dhe kthimit në një subjekt politik, gjë që më tepër është blerje kohe deri në zgjedhjet e parakohshme sesa një mundësi reale për shkrirjen këtyre tre subjekteve politike në një subjekt të vetëm politik. Pra të gjitha këto të cilët janë duke ndodhur mund të diktojnë rezultatin i cili do të pasojë pas zgjedhjeve lokale dhe duket që ashtu siç edhe ju konstatuat, Fronti Evropian i prir nga zoti Ahmeti dhe BDI është në pozicion më komfort dhe është më i qetë sepse sheh tendencat e pakënaqësisë së qytetarëve me këtë qeverisje. Sefer Selimi, shumë faleminderit. Kënaqësi të bisedoj me ty. Të uroj një ditë të mbarë dhe padyshim do jemi gjatë, do jemi sërish bashkë për të folur gjatë për ato çfarë po ndodh. Urojmë që gjërat shkojnë sa më mirë. Të uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.